Unë pres me reflektu opozita, pra me u maturu dhe mos me humb kohën popullit, kohën e çmuar, popullit në Republikën e Kosovës dhe të votoj sot për kandidatën të cilën kushtetuta thotë se propozon partia e cila i ka fituar zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Andaj unë pres sot dhe reflektim nga opozita që të votojë dhe të zhbllokuar në institucione dhe të kalojmë në tutje për formimin e qeverisë. Nëse keni këtë për opozita na i bie që s'keni marrëveshje. Po me siguri që nuk ka marrëveshje për shkak se çështja kryesore është që kandidatura për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës i takon propozuesit në këtë rast partisë e cila i ka fituar zgjedhjet. Unë e thash që neve na takon propozimi dhe këtë duhet me respektu opozita, pastaj të kalojmë. Nëse i kanë votat për qeveri, le ta zhbllokojnë çështjen e kryetarit kuvendit. Andaj, mendoj që nuk i kanë votat për krimin e qeverisë, as opozita dhe tash po tentojnë ta bllokojnë kandidaturën për kryetar të kuvendit. E ju ai keni se nëse keni për kuvendit, bën se keni as për qeveri. Le të provojnë që ta zhbllokojnë procesin e kuvendit e pastaj të shohim. Pse nuk e ndroni Jeni të bindur që i keni, se edhe për kuvend keni thonë që i keni. Nëse ndrohet Albulena Haxhiu si kandidati për kryetar. Po këtë vendos partia, kryesia partisë dhe unë mendoj që kandidaturën për gruan më të votuar në vend, unë nuk e di pse duhet me ndru. Dhe çka dallon nëse e bjen tjetrin, pra unë mendoj që kandidatura është e caktuar nga partia dhe është gruaja më votuar në nivel vendi. Unë besoj që këto parametra veç i plotson dhe unë besoj që duhet shku përpara sot dhe po pres reflektim nga opozita që sot kaloj. Mos t'ia humb kohën popullit, kohën e çmuar. Nëse shkon ju ca kandidat, nëse nuk shkon? Kandidatura dihet tashmë është Albulena Haxhiu.